Mirë mëngjes dhe mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim, të video më rëndësishme e këtyre muajve, këtyre 6 muajve. Sot do nisem për provim, do me thënë sa kam ardhur këtë makina, kam mbledhur gjitha gjërat që duhen, jam ngritur shumë herët sot, por që sot kam provim njerëz, edhe nesër kam provim, edhe më në fund do të mbyll shkollën. Jam shumë e lumtur sepse le të jem realiste tani, është goxha e lodhshme me fëmijë, punë, këto të tjera që bëj unë, pastaj rrjetet sociale që ju tashmë e dini, YouTube-in etj. Kështu që është edhe thjesht dhe full time mami. 24/7 është shumë e vështirë të ndërkohë që të ndjekësh edhe shkollën, por që unë e kam bërë me shumë pasion dhe me shumë dëshirë siç bëj çdo gjë në jetë, se për ndryshe nuk e bëj hiç, por që jam dhe e lumtur që po i vjen fundi. Trishtohem pak, por dhe jam e lumtur, sepse do të mbyll një kapitull dhe normalisht kam dhe mundësi të reja, kështu që jam shumë e lumtur. Sot kam provimin, kam mësuar gjithë natën dhe sot në mëngjes isha duke mësuar, madje po vendosja video kështu për të dëgjuar, për të parë, që të isha ekstra shumë e përgatitur, edhe kështu po pastroj syzet unë në mënyrë barbare. Fëmijët janë me Ivin, unë do të jem deri vonë në shkollë sot, deri në orën 6, ora është 10, do me thënë s'ka shkuar 10 filloj unë atje, edhe, nuk u fshirë mirë këto, se ku e kam atë fshirë, se nuk po nejse, si gjithmonë. Edhe do jem deri vonë dhe nesër do të jem deri vonë, sepse jemi shumë grupe dhe provimi është me shkrim, pastaj me gojë, prezantim, kështu që do zgjasi pak. Grupe, si jemi grupe, ne 18 veta jemi, po që do zgjasi se kohë e përgatitjes, pastaj e shkrimit e tjerë, kështu. Po iki, kam si gjithmonë jo shumë larg shkollën, kam marrë me vete këtu laptopin, kam marrë me vete këtu shënimet e mia që normalisht nuk i përdorim dot, por ti lexoj derisa të mbi mua radha për provim. Edhe kështu, sot ka pak të modelin e flokëve kështu thjesht, mund t'i lija dhe lëshuar, në fakt po thash hajt më po i kap më mirë se kem atë ndjesin sikur jam e mbledhur. Në një outfit super i thjesht, siç bëj unë çdo herë, sepse sot do të jetë ekstrem shumë vap, do të jetë 30 gradë, kështu që 30 gradë për Gjermaninë është si 45 për Shqipërinë. Edhe kam natë edhe nuk edhe kështu që u vesha sa më holl ishte mundur, normalisht nuk doja me ripa, por kështu, sepse nuk visha do të këmish të gjatë, me të gjata se do jetë ekstrem vap dhe aty te shkolla ne nuk kemi ajrim përveç dritareve, kështu që i bie do bëhesh i muaj ndjers. Kur të mbarojnë këto, kjo do t'jetë edhe besoj java, se nuk të xhiroj më pasi mbarojnë provimet, se do jem fest, pastaj do t'jetë dita e certifikatave, ndarja e këtyre diplomave, do me thënë. Dhe atje ju kam thënë që do të mbaj atë fjalimin, kështu që normalisht që ose gjithçka shkon mirë sot edhe nesër, por që jam e bindur, po unë kam mësuar shumë, nuk e di sa e qartë isha, por nuk bëhet fjalë për të kaluar apo jo, bëhet fjalë për ta marrë me notë mirë. Do të thonë unë pres të marr notën maksimale, nuk është se pres të kaloj, le të themi kështu, por që kështu. Ka tani nisem vete vonë, paçi do të dëgjoj pastaj. Kemi pauzën dhe pas pauzës është janë 2 vajza, pastaj jam unë për provim, por po shfrytëzoj pauzën ta diçka edhe ti marr dhe një shoqes aty një ekoplas, sepse kishte bërë këpuca. Sot fakt nuk mendoja se do isha sot në radhë provimi. Ka sot është shumë e bukur, shumë diell, se kemi harruar t'japim motin sot. Edhe 30 gradë madje. Më tepër se zakonisht, por s'ka që është shumë bukur, në pse ka që s'po bie shi. Sa po dola, besoj kuptohet nga fytyra ime, isha shumë e lumtur edhe shumë e gëzuar. Provimi shkoi shumë mirë, edhe çfarë shkruajta, edhe çfarë bëra kështu, çfarë thash pra gojarisht, edhe me shkrim edhe gojarisht, dhe jam shumë e lumtur, shkoi shumë mirë. Ishin në fakt kemi 2 ditë provime, por një grup ishte sot dhe një grup nesër. Ata që janë nesër janë realisht shumë e fat, sepse dëgjuan shumë sot dhe mësuan shumë gjëra sot, por që ne që ishim të parët dolëm mirë, në përgjithësi të gjithë ishin mirë. Ëndra shumë mirë, kur mbarova edhe të dy edhe koordinatorja dhe docenti më thanë që shkoi shumë mirë provimi, edhe jam shumë e lumtur dhe uroj që të marr notë mirë.
Kështu, rikepi përsëri nesër, kiro shumë ankth, shumë stres, por që nuk më ndaloj që të kujtoja të gjitha ato gjëra që duhet të thoja. Tani është ekstrem vap, nuk e di ndoshta 35 gradë për momentin, do thoja 5:30, se na është bërë mendja gjermaniste, por as makina s'ma mbyllur, sa të hapi kondicioneri. Unë do ikim në shtëpi tani, të festojmë, se normalisht e di që kam dash shumë mirë edhe nuk kam çfarë të pres më për të festuar. Aqë lumtur jam, domethënë. Edhe kështu nuk kisha çfarë t'rregoja më, por që shkoj shumë mirë. Dhe tani që dola, më thanë ato gocat e klasës që ishte shumë mirë, ato janë vërtet në fakt shumë pozitive gjithmonë, por që është dhe mirë kur dëgjon nga të tjerë sepse vetë ke shumë emocione edhe pastaj e kupton vetëm nga e para nga nota, e dyta nga përshtypjet që t'japin kolegët. Kështu. Ika tani, do bëj këtë rrugën me qef, duke kënduar karaoke edhe do bëj ndonjë gjë në shtëpi, nuk e di se çfarë do bëj, po që do qetësohem një herë se kam qenë shumë e lodhur. Jam këtë e lau Ivi në fakt edhe po e bëjmë gati për nesër, sepse do të jetë realisht shumë nxehtë si sot, edhe të lanë fëmijët pasi të kthehem unë nga shkolla. Një nga 500 lodrat që kishte bler Ivi sot. Shqipja. Ich dachte, er wäre viel kleiner. Что tu de bësi kaj? Wow! Se i mirëqish. Po shpirti Klajës. Dize? Qa po luan dilda? Qa luan? Golf! O, të më dizun golf! Këto dy karijet, shihni sa të bukura janë o njerëz. Kjo pjesa këtu është si kasht, shumë e bukur. Dhe kjo pjesa këtu pastaj është si, kjo është lëkur, dhe ka një sfungjer të mirë të fortë këtu, dhe madje rrotullohen. I kam marrë në Amazon, këtu po e doni linkun t'ja vendos poshtë. Pëlqejnë ekstrem shumë. Edhe këtu kishin ndru shumë të mirë, pëlqeu shumë, edhe montimi gjitha, edhe poshtë kanë kështu që të rrëshqasin edhe mos të prishin parketin, pëlqen shumë, janë realisht shumë të bukura, edhe më shkojnë perfekt në dhomën. Them marrë dhe dy të tjera, sepse janë realisht shumë të bukura, edhe më pëlqejnë, dhe është totalisht, se nuk po fokusohet, është totalisht stili im. Ky druri këtu nuk di, domethënë është, janë vërtet super. Mirëmëngjes nga një tjetër ditë, nga dita e fundit e shkollës zyrtarisht. Kam veshur një veshje të lezetshme sot, edhe i kam kombinuar kështu shpejt. Do t'ja u lë një foto këtu nëse kam bërë foto ose video, se bëra një video të shkurtër, nuk e di si ka dalë se kishte komshinja aty edhe po më vinte si zor. Nëse unë bëj të shkolla tani, sot është, do jetë va, për momentin nuk është, madje ka rënë edhe shi, është shumë okej, ku e lashoj unë. Mbyllim edhe sot, kanë provimin ata që kanë pjesën e dytë, që janë në pjesën e dytë, domethënë. Edhe kështu, pastaj mund të rriej qetë totalisht, mund të rriej qetë që dje, por që normalisht edhe sot, heqim qafe, le të themi, mbarojmë si kapitull edhe rrim të qetë. Ka pak flokët bisht edhe bëra vetëm pak një tip ondë të fundit këtu, me kapin tim si zakonisht, edhe kështu, ikim. Po mbarita dhe shkolla. Këtu ishte dhe kjo modeli flokut që po ju tregoja ju shpar, edhe kjo kam kafën këtu, laptop. Mi mori njëra si se sa po mbaruam tani. Unë fakt dola dhe shpar që mura këto tek mbyllër një dy kuçrajne që ja bëm turat këtyre docentëve dhe koordinatores, edhe po, i morën shumë shpejt, uroj të dëgjohet zëri tani. Por gjithsesi, po iki tek një qendër tregtare që po më presin grupi, edhe do ikim në shtëpi pastaj. Ja? Du të të mërti. Erdha tani në shtëpi, edhe ishte një pako e madhe aty që e kishte marrë Ivi në mëngjes dhe nuk e kishte hap se çdo gjë që vjen në emrin tim Ivi nuk e hap. Edhe mendoj Ivi ose kam porositur në një gjë vet ose unë në fakt dia gjë fare se më kishte thënë sa hyj tek shtëpia unë, shkoj një karton, thosh. Po kë, edhe kuptova nga lule jashtë, po më duk si qirin dhe thash mos është ndonjë nga vajzat që kemi folur që do më sillte një kështu me qirin, se vinte dhe ere mirë. Edhe jo, hapa pastaj dhe Ivi thoshte gjithkohës, ke nga brisje 100%. Ivi se kishte parë se si thash nuk e hap. Çfarë do shpira vullore t'jap mamë?
Kohës 100% e ke nga brisi, 100% e ke nga brisi, thash, jo, nuk besoj, se më ka thënë se zakonisht brisi më thotë që do të vi kështu surprizash, por ishte realisht nga brisi, dhe nuk keni ide mu emocionova sa e hapa këtë, s'po heq dot, se ishte në një kuti shumë të bukur, dhe më ka dërguar një tufë me lule, kjo është ngjyra ime e preferuar e luleve në fakt, Leila dhe brisi e di se është super detajiste, edhe më kishte shkruar një shkrim shumë të bukur, duke më thritur lule shtyve. Oj shpirt, na! Dhe po thënë të kam thirrur lështues si gjithmonë dhe kishte futur këtu brenda këtë lindorin, është kjo çokolata ime për të ftuar lindor dhe ajo di shumë mirë se çdo gjë është me detaje menduar, është shumë e bukur. Unë e falenderova brisin, po doja ta falenderoj edhe kaq publikisht, sepse nuk e di, ishte shumë e bukur, nuk e prisja realisht, do emocionova shumë kur e pash, se mendova çdo gjë tjetër, por nuk më shkoi mendja tek brisi, edhe pse di që brisi në fakt bën ka shumë qejf të bëj surpriza dhe bën gjithmonë. E kështu e falenderoj shumë, edhe dua shumë, e di ajo shumë mirë, edhe po faleminderit se ma zbukuroj komplet ditën dhe sot ishte dita e fundit e shkollës, unë sa erdha në shtëpi dhe besoj e kuptua që kjo dhuratë ishte për fundin e shkollës, domethënë për gjithë këtë rrugtim. Faleminderit shpirtosh, të dua shumë. Po ndërkohë grupi erdhi më mori mua ku isha, unë ne ikëm vetë, në fakt në makina të ndara, por që erdhën tek unë edhe ndaluam pastaj tek një Starbucks, se siç u thashim shim tek 100 hektare, mora unë diçka për të ngrënë, se po vdisja, edhe një ëmbëlsirë dhe pastaj shkova dhe mora një fustan kështu të zi, nga këto që janë si jo shumë të shkurtër, se unë si preferoj shumë të shkurtër, por nga 24 e ka marrë 8 euro, masa small, edhe është kështu si serioz, me qenë se do bëj dhe fjalimin tek shkolla, edhe mendova kështu me një fjango të tillë të zezë, edhe këtë bleva 6 euro, edhe thash, po kam to dhe këpucë të zeza që më bleu mami, se shkojnë shumë, edhe pastaj do ta thyej, ndoshta me kapi nuk e di, dhe do ta thyej ndoshta mund t'i vendos nisi ato shamit këtu tek beli, tu pa tu boj që mos t'ja prish dhe shumë seriozitetin që ka, është shumë i lezetshëm, kështu cute, do ngjaj me këtë. Mora edhe këto kapset tek HM-ja, se ishin bërë 1,99 cent. Kështu që gati 2 euro, kjo më duheshin se kjo se ndoshta bëja të modelin që kështu pak a shumë si kjo, por gjysma e flokut jo e gjithë. Edhe kështu, sot mbarova dhe këtë rrugtim, edhe jam shumë e lumtur si sa që e mbarova dhe që e mbarova kështu me sukses. Edhe këto gjëra do t'i ruaj këtu, them ta laj një fustanin që të vi dhe çik në formë të akuros shpirt. Nuk ka si ato të mamit, ja do tregon mami tani. Kështu po gjithsesi ju do më shihni se si do bëhem ditën e mërkurë. Unë tani do merrem pak me gati, me pastrim dhe 17 lavatriset që më presin, ndihem këtu si lavanderi, sepse kemi mbi 5 kosha me rroba, duke qenë se unë jam marrë me mësime, fëmijët kanë qenë pa qejf, edhe kështu s'kam pasur kohë. Kështu që ika ti futem punëve me kokë. O Miki, të bësh ti Vivi? Mahe Vivi? O Miki, të bësh ti Vivi? Qa është ajo? Qa kete dora? Okej. Këtë sekte, të seriösish. Vogël. Wie heißt das? Nuk e di, mo shkojnë? O Miki, qa është kjo? Die Skelett. Es Bio. Bio? Shiko, miza. Mach die weg! Ich will darüber fahren, aber mach die weg! Bye! 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 Ulu! Si the mami ti Miki mbylli syt. Tan tan. Dan danke. Kush është? Die Blume. Ti kjo është blume kjo? O vëdi e këgjan për ti. Ein mega gefährliches... Ju tregoja këto sepse më pyeti dikush herën e kaluar që a nuk thyhet tek akulloria dhe më thonë kur e vendos në akull me këto kupat, e jo nuk thyhet, janë ekstra për atë punë, madje mund t'i fusni edhe në furrë, unë gatuaj me këto në fakt.
Unë bëra fasole gjithësisht sepse këto ditë kemi ngrënë vetëm gjëra të thata, por me pak mish e dolën super. Sufi is back. Si që vutë re sot në mëngjes, dollëm pak të bëni një blerje të vogla. E para do m'plin të Ivi një parfum dhurat për shkollën, që mbylla, se më tha qatë do në gjithë bukur, që mos të harxhon të lekve të kotë, se duheshin se ne blem gjëra që na duheshin për pushime, dhe u kujtova që më mbaroj parfumi. Kështu që shkuam për parfumi, një oroni pamjen time se jam kështu, i kam lënë gjërat për moment fundit, të keni parasysh se kam ceremoninë e diplomimit edhe po bëhem sikur do shkoj në DAS. Po, s'po i heq vetë ullat e kështu gjërash. Sa vendosa mikin në gjumë tani dhe këto që janë këtu lartë nuk janë se i kam harruar, po i kam vendosur se nuk e di se dukem kështu si e dal nga ferra sot, po injorojeni. Nejse, edhe po lëfoja ju. Shkuam tek Douglas edhe siç ju thash unë herën e kaluar, unë tani marr gjithmonë online me kështu pick up. Nuk i marrë më tek dyqani, se ky te dyqani ishte një 89 euro, unë mora 62 euro. Mora zhadorin përsëri. Shkoj nga shkoj unë, vi gjithmonë tek zhadori. E kam shumë qefe, vetmja Diori, do më thënë zhador nga Dior. Vetmja që nuk më mërzitet kur, do më thënë që blej gjithmonë nuk më mërzitet kur, ky ka shumë aromë të mirë. Të gjithë këta të Diorit në përgjithësi, sidomos këta zhador, por që ky është shumë i mirë. Ky që s'ka asnjë gjë këtu që lexon para, thjesht lexon eau de parfum. Kështu thuhet. Gjithsesi, ne fillim kur e kishim bërë se bëri Ivi nga aplikacioni im, nga llogaria ime, edhe në fillim unë kisha çuar që herën e kaluar adresën e Waterfrontit. Qa do shpirtim? Adresën e kisha vendosur unë, e kisha të regjistruar që prej kosh, sa herë blija online edhe shkuam për ta marrë këtu se thoshte mund të vini ta merrni. Shkuam tek se ne ishim te Veza Parku. Edhe tha ajo, jo, nuk është bërë këtu, tha, si ka mundësi, tash unë po shikoj një këtë numrin e porosisë. Edhe tha, po keni regjistruar tek ai, tek Waterfronti. Nëse e hoqim atë, e bëm kështu që mos nuk do ta merrni më dhe e bëm direkt të tjetrën, diku 20 minuta, 25 minuta del ajo që është gati për të bërë pick up, se nuk e bëjnë direkt ato. Nëse, konkluzioni maestro mora këtë dhe kur shkova atje është një djalë, ai shumë i sjellshëm gjithmonë. Ha mami. Nëse. Edhe më dha këtë, do më jep të kështu tester, po më dha këtë nga Douglas. Unë personalisht nuk jam fanse e produkteve të Douglas i markë. Do të thënë jo, kur shkon tek Douglas, por kur blen gjëra nga Douglas, jo të dyqani Douglas, nga marka Douglas, e kuptuat besoj. Edhe më dha këtë, që ishte super fare. Body lotion, kështu që është për me SPF, edhe është për nxirje me sa kuptova unë, se kam parë ende. Shumë interesant, edhe kushtonte, më duket një 13 euro, po këtë ma dha i falas, dhurat nga kjo, në parfumi, gëzova shumë në të drejtën. Gjithsesi ne ndaluam dhe tek Edeka që kemi atje tek Veza Park dhe morëm një vajulliri. Avokado, ton peshku që marrën gjithmonë. Nga ky vetëm me vajulliri, se kam shumë unë tash po shkoj një maja, sepse nuk më pëlqeu më i fustani që fleva herën e kaluar tek H&M, edhe thash po shkoj, po marrë dhe një tjetër, t'i jap edhe një mundësi të fundit, i njëror një jenë këtu se si kam larë. Atje kishte pafund gjëra me ulje, nuk e keni den, fustane, jeanset nga 30 i kishin lënë 13, nuk e keni den, për mos thënë që ishin gjitha me ulje. Edhe unë këtë mora me ulje, 20 euro, është si tip fustani kështë që vjen deri në fund, po Andriani në fakt kishte shumë të mirë, nuk e di sa duket aty, duket, shumë i bukur ky. Edhe pra përfundova te këto pa mëng, nuk e di pse përfundoj gjithmonë te këto pa mëng, kur nuk i dua, nuk i preferoj shumë, po thash hajt mo. Pastaj vajta, meqense vajta atje kishte shumë nga këto fustanet kështu të holl, edhe thash po vete, po marr një 2 përmbeset e mia, është 20 të bukura.
Mëra dy identik sa ta mbinjake, edhe me qenë se do më vinë këtu, do rrinë goxha, edhe thash po i marrë në gjithë bukur. Kishte plot fakt, doja t'i merja shumë të tjera, por nuk kisha kohë edhe nxitova shpejt sepse i vishte në punë. Nëse këto ishin gjërat pak a shumë që morën sot, por që ajo që ishte më e rëndësishme ishte ky, edhe fustanin që e gjeta dhe që jam shumë e lumtur që e gjeta se më rrinte goxha mirë. Unë do pastroj, do pi një kafe tani të do shtrihem se që jam shumë e lodhur, nuk e di pse. Ndoshta na bën vapa kështu ose lodhja gjithë këtyre ditëve vjen në një moment që tregohet edhe del, por që ne ika tani të pastroj këto, të rregulloj, të laj këto enët dhe të qetësohem pak pi kafen se mikin e zuri gjumë. Mirë mëngjes, nga një ditë e re dhe halle të reja. Kam këtë shampo kolorin që përdor gjithmonë, edhe është it's time. Erdhi koha që të lyej flokët sepse nesër kemi festën e diplomimit. Janë dorë të fitjet. E bëra legjend. Ne do të lyej flokët këtu. Këto ja u kam treguar 100 herë, nuk është se do ju marr të gjatë procesit tani. Kam marr pak krem këtu tek dora që kam për trupin që të lyej këto pjesët këtu që mos të bëhen pis kudo në përveshje, në për qafra, më thera të thashra. Edhe po, ka akte që marr gjithmonë një numër etj. Më pëlqeu shumë dhe ajo që u kam pas treguar atëherë që më sugjeroi Brisi, po sa përtoj të shkoj gjithmonë tek ai dyqani ta marr. Edhe ajo në fakt është në online, edhe në fakt unë e kam këtë hollusin. Po bëj monolog, gjithsesi. Këtë e kam si për më mbar, kapat direkt sikur lan flokët e jenë rregull. Ndërkohë, rrobat që ja u tregova dje, nuk e di se çfarë doja t'ju thoja unë ju tjetër sot, po nëse hajde bëhemi rob një herë, që të shkojmë nesër si roba tek festa, mos dallojmë kush jemi. Shaka. Sot jemi në ditën e dytë pa Pelen dhe jemi duke shkuar shumë mirë. Kemi patur incidente të vogla, po që janë normale, priten, se nuk mund të mësoj nga duke i thënë që mos e bëj. Duhet pak praktik, Miki, praktik. E Miki po luante po vari tani Ha shpirt. Gjemla ime, ne ulemi në tualet me përshtatës, kështu që është shumë okej, dhe nuk qëndroj shumë gjatë atje, aq sa të mund të bëj diçka, nëse kërkon vetë ose në të kundërt që e çoj unë thjesht 2 minuta, nëse vjen edhe kështu. Gjithsesi nëse doni më shumë për këtë eksperiencë do flas, por gjithsesi është thjesht dita e dytë, kur mbaroj procesi do e ndaj me ju. Shpirt këtë vesh. Do varesh pak aty? Spider-Man. Ku është Spider-Man jot? Monument. Shpirti mami. Ha luaj pak, do varesh? Shiko mami. Qa shpirt? Shiko mami. Të lu. Sa vo leva flokët, do me thënë flokët i leva që çfarë në fakt. Tani, kam lërë flokët që çfarë dhe ju i keni parë, në fakt sepse o tregova gjatë kohës, por jo nuk e o tregova. Jo, ku shtria nejse. Gjithsesi, po flisni këtu me njeriu më të lumtur në planet. Në momentin që sa rregullova flokët edhe po merresha me fëmijët, më erdhi një email nga koordinatorja, edhe që ndërkohë kishim edhe kështu docente dhe na dha se sot merrnim që djen darkë edhe sot ajo në fakt do të merrnim notat e praktikës, se nuk e kishim marrë ende notën e praktikës edhe pse u bë kohë, por duke qenë se ne ishim goxha dhe ajo do të merrte kohë që të shihte të gjitha sepse duhet të kujdeste edhe pak për pjesën e plazhaturës. Edhe plus ishin goxha faqe, diku 40-45 faqe që ne kishim bërë raporte. Edhe mendoni, gjeni se çfarë mora. Nish. Kur e thua që nish, gjatë sigur këta ke marrë nish, po nish është 10, pra kisha marrë nish.0, jo në një tjetër që të hyte kënënta ose kështu, po nish, të më thënë nish. Se lumëturia me të shqiptarët, se po i bëj sigur janë lek 10. Edhe plus, na erdhi dhe përgjigja e provimit përfundimtar, dhe atje kisha marrë nish. Do pëj ato duart rokitjet.
Jam shumë e lumtur. Domethënë tek të dyja kisha marrë 10, edhe tek provimi, po e them me shqipen, por që njësh, edhe tek provimi përfundimtar që bëm me gojë dhe me shkrim, edhe te praktika, që ishte 2 muaj një raport shumë i gjerë që ne kemi bërë, studim rasti etj. Kështu që jam njeriu më i lumtur në botë, edhe nesër që kemi atë festën e diplomimit, do të jem kështu, duke festuar 10 fish, domethënë nga nota, sepse ajo Zysha na shkruajti fillimisht në drejt një email që po thoshte që ishte mërzitur me disa që kishin përdorur tek raporti i praktikës, tek praktika, jo te provimi, se te provimi dhe të donin nuk përdorte dot njëri as telefon as gjë, sepse nuk na i dhanë të drejtën e telefonit, as një lloj gjëje. Edhe telefoni i qëndronte lart, ne ishim në një zyrë tjetër me një person tjetër që na ruante, por që atje s'kishim mundësinë të kopjonim, ndërsa raporti i praktikës u bën në 2 muaj dhe ti mund të fusë edhe informacione që i merje dion me inteligjencën artificiale. Kështu që ishte mërzitur pak dhe tha disa persona, edhe unë isha duke vrarë mendjen më thënë është e mërzitur, ndoshta ndikon tek nota e të gjithëve, po kur më erdhi sot edhe më tha madje që te praktika tha ke marrë 10, domethënë notën 1, edhe unë s'kam bërë as mungesa, kam qenë njeriu më i rregullt në univers. Edhe po, të më thënë, më shkreti shumë fjalë të bukura dhe u lumtur, po jam shumë e lumtur. Nezi po prezent nesër, ditën e nesër, dhe pastaj ta festojmë bashkë me imi dhe me fëmijët, sepse kemi lënë ekstra për ta festuar nesër. Kështu, sa lumtur që jam, nuk e keni idenë sa lumtur që jam, sepse realisht ka qenë diçka shumë e bukur, po edhe shumë e lodhshme, se është tjetër gjë kur e bën shkollën, kur është për të bërë shkolla, për shembull siç kam bërë bachelorin dhe masterin, ka qenë periudhë që unë s'kam pas fëmijë, por unë kam qenë shtatzan kur kam me Kajin, kur kam bërë festën e diplomimit, që kishte mbaruar shkolla, se ju e dini që në Shqipëri është pak më vonë diplomimi. Kështu që kalamaja ç'po bëni? Pai? Kështu që kur e ke bërë në atë periudhë është më lehtë se sa tani me 3 fëmijë me punën edhe gjitha, o shpirt. Kështu që jam shumë e lumtur, jam shumë e lumtur tek këtare për veten. Jam shumë emocionuar, nuk e di se si do fles sot nga emocionet. Nëse ika shpirt. Si fleti me atë, kemi atë komshiun edhe i flet gjithmonë gjermanisht e ti. Hallo, pa Uli Vigec. I thot ai në gjë, ja, nein hat papa. Nuk më quaj për gjermanisht. Bye! Të mbyllim? Që jemi nesër besoj që sot s'marrë më zgjyrë, ma si gjë. Okej? Mirë mëngjes! Para se t'ikim të festojmë sot, do ikim një herë të bëjmë fizio. Do më thënë jam tek fizioterapia tani, ku ka kjo praktikë? S'po e kuptoj, s'po mbaja mend se ku ishte. Por që, po, shkoj një herë te fizioterapia, se kam takimin sot të radhës dhe pastaj do të shkojmë të bëhemi gati për te festa. Kemi atë 3 orë kohë, por gjithsesi. Uroj të më keni dëgjuar. Mbarova edhe për sot fizioterapin. Disa përgjumësh janë, sot ajo më bëri masazh përsëri tek pjesa e qafës, edhe tek kjo që kam kështu si gung, që më bëhet si gung nga lodhja ose nga mbajtja keq e qafës. Edhe kështu isha gati të më zinte gjumi atje, aq shumë rahat ishte. Por që tani do ikin në shtëpi sot që nga përgjumësh dhe edhe ajo që më mërziti më tepër sot mëngjes është puçra këtu. Unë jam njëri që s'kam pothuajse kur puçra, kam puçra vetëm në ditë si këto, për shembull sot që nuk duhet të dilte asnjë gjë në qarkullim, shihni pak. Edhe problemi është që më kruhet, edhe dua ta kryej, po nuk duhet ta kryej. Më thënë edhe kjo puçra më duhet sot, më prishte ditën. Do mundohem ta mbuloj pak me make-up, gjithsesi po ikin në shtëpi. Që të filloj avash dhe të bëhem gati, sa aq më ngjelur një orë gjys kohë dhe nuk kam më pastaj. Unë jam duke u bërë gati, por jam duke xhiruar në fakt për në Instagram, kështu një get ready with me. Edhe po bëra pak make-upin ashtu siç e bëj zakonisht, pak fare përdora pak fondatin sa për të bërë pak më interesant, se meqense jemi pak si event sot. Edhe kështu, tani do rregulloj pak flokët me Dyson, do t'i bëj kështu onde të mëdha, pastaj jam gati, duke të vezequr, kështu duke të këndshur. Pak a shumë si gjithmonë, por që po ka pa qindra flokët, sorry.
Sa mbarova së bëri gati tani, edhe po iki, a e mora këto? Jo, se pas ka marrë. Jam duke ikur, edhe më pëlqen si dola, edhe pse për fustanin e kam që kështu si me siklet. Por që, kam vesh dhe taka tani, por do t'i heqë në makinë dhe kam marrë shapka, se nuk jap do të makinës me këto takat, se më geci në përgjëra. Kështë që jam shumë emocionuar. Kalvin sot do ta marrim pak me herët që Ivi të vinë në kohë të kap fjalimin, edhe pastaj ndarjen e certifikatave e kap ai, por edhe fjalimin kështu. Die Familie. Heute stehen wir hier am Ende eines besonderen Weges, der vor 10 Monaten begonnen hat. Als wir den Namen dieses Programms zum ersten Mal gelesen haben, lag es wenig interessant. Und nach den ersten Unterrichtstagen dachten wir, das klingt vor allem sehr, sehr lang. Und heute... Festos erdhëm për të... Ma e mamet Miki? Tani pas festos erdhëm për të festuar. Pas marrës certifikatave, që ishte shumë bukur, po do t'ju tregoj një shtëpi. Edhe kemi ardhur tani të festojmë këtu gjetëm një restorant italian për pizza, pasta, kështu gjëra. Dhe kështu unë jam ujë në djerë super lë. Kam në një dyqan lotrash. Sa të lumtur që janë. Bleva i vit këtë filxhanin e kafes. Shvat, trinka. Ui! Mirë mëngjes nga dita e fundit e këtij vlogu. Dje nuk u mora më fare me telefonin sepse isha shumë e lodhur, gjithë ajo rrugë që bëm sepse shkuam deri në Oldenburg te universiteti, pastaj rruga e kthimit, vap edhe të gjitha me fëmijët, edhe u kënaqem shumë fare atje te festa e diplomimit, ishte shumë bukur, unë ndjeva shumë mirë, shumë krenare për veten, shumë e lumtur që më erdhi familja, edhe pse në fakt na lodhëm pak, Kalvi nuk donte të rrinte shumë aty gjatë, u lodhën, fëmijët donin tiknin, por që në përgjithësi u kënaqem shumë, festa doli shumë e bukur, ai momenti i diplomimit, ceremonia do t'ju lë, besoj u kam lënë në një pjesë aty. Ishte shumë bukur, shumë bukur. Sot jam në punë, isha në punë, se tani po iki në shtëpi, edhe nesër jam përsëri në punë, edhe është shumë nxehtë, madje për nesër shumica janë të mbyllur, ata që janë do rrinë deri në një orar të caktuar, kështu që po, vërtet shumë vap. Edhe kështu, uroj që kjo video të ketë pëlqyer, ky vlog të ketë pëlqyer, se ishte një ndër të preferuarit e mi, sepse ka qenë një ndër më të lumturit e këtyre kohëve. Unë ju falenderoj nga zemra për vëmendjen, do të shihemi në video të tjera shumë të bukura, deri atëherë mirupafshim, dhe do të kemi videot e pushimeve. Mirupafshim dhe kalofshim mirë, kujdesuni për veten, ju dua shumë, paçim.